Alba Story prezanton. Mirëmbrëma të gjithëve. Kur i kalon të 60-tat dhe ke të i kaluar gjysmën e jetës rrugëve të botës, i ke parë të gjithë llojet e njerëzve dhe i njeh njerëzit mirë. Unë jam tani 62 vjeç. Plot 20 vite të jetës time i lash jashtë shtetit, duke punuar nga mëngjesi në darkë, derisa bëra ca lek të mira. Para pak kohësh vendosa të kthehem përfundimisht në Tiranë. Bleva një ambient të bukur dhe hapa një restoranin tim. Doja diçka të qetë, por edhe jo të qetë njëkohësisht. Doja diçka ku të isha vetë pronar dhe të mos i jepja askujt llogari. Pasi rregullova ambientin, fillova të marr stafin. Aty punësova shumë punëtor, edhe një grua 40 vjeçe për të punuar si kuzhinjere. Dora i punon të mirë për gatim, fiks për pjatat që doja unë. Por kishte një zakon që mua me acaron të nervat, edhe me bënte për të qeshur në të njëjtën kohë ai zakoni i saj. Çfarë ishte? Çfarë do thonit jo? Ishte një servile e papar. Që ditën e parë që filloi punë, kur ajo me pa që unë isha pronari, filloi ajo me ato sjellit e saj të tepruara. Mirëmëngjes shefi. Si u gdhive sot shefi? Shefi, a ta bëj një kafe ashtu si që do ti? E në fakt, ishte kafeja parë që me bënte dhe ajo si a kishte haberin se çfarë kafeje doja unë, por, si që thash, ishte servile. Kur ulesha në tavolin për të ngrënë, vinte me leck në dorë, e fshinte karrigen para se të ulesha unë, edhe pse karrigja ishte e pastër xham. Unë bëja ndonjë shaka pa lidhje me kamarierët, thjesht kot sa për të kaluar kohën, ndërsa kjo qeshte me të madhe nga banaku i kuzhinës, sikur kisha thënë gjën me humoristikën e botë. Më respektonte, por ishte një respekt totalisht falso. Unë burr, 62 vjeç, i njihja njerëzit mirë, e kuptoja shumë mirë që ajo e bënte këtë sepse doja që të mbante vendin e punës, apo ndoshta donte do një rritje rroge, ose thjesht kështu e kishte tipin të lajkatonte pronaret që ajo kishte punuar. Në fillim bëja sikur se vija re, t'ju them të drejten me bezdiste, por pastaj fillova që të mësohem me tipin e saj, e ta shijoja këtë llojen e saj. E shikoja teksa më sillej rrotull gjithë ditën dhe i thash vetes: mirë pra, me që do të bësh servilen, do ta shfrytëzoj këtë gjë deri në fund për të parë sa larg shkon. Ishte një shtunë në darkë. Restorani kishte qenë plot gjithë natën, por u boshatis rreth orës 11:30 të natës. Kamarierët pastruan tavolinat, hoqën plehrat dhe unë u thash të ikin në shtëpi me heret, para orës 12. Ju drejtova dhe kësaj kuzhinjeres, e cila po lante tiganin e fundit tek lavamani. Ti mos u ngut, i thash, ti duhet të rrish edhe pak, por i thash me një zë serioz: kemi për të folur për menyn e javës tjetër. Dua që të ndryshojmë disa pjata. Ajo as nuk e bëri fjalën dysh dhe më tha: patjetër shefi, si të thuash ti, unë këtu jam, më tha ajo me njëherë, duke fshirë duart tek përparsja dhe duke më dhuruar përsëri atë buzëqeshjen falso.
dritat e sallës si fika, dhe la shëndezur vetëm dritat e kuzhinës. Kuzhina ime është e madhe, e gjitha me banak inoksi që shkëlqejnë shumë. Unë mora një karrige të lartë banaku dhe ula në mes të kuzhinës dhe rria duke e parë atë. Nuk e kam zakon, po atë natë e shikoja si kur doja të përbija. Ajo po rinte përballë meje, nga ana tjetër e banakut, duke me parë drejtën e sy, me atë buzëqeshën e saj, si kur ishte gati të bënte gjithçka çfarë do I kërkoja. "Me thuaj shefi", filloi ajo, "çfarë nuk të pëlqen nga ushqimet që ta përmirësoj për nesër?" Unë kryqëzova këmbët, e pash nga lart poshtë dhe I thash: "Ushqimet I ke shumë mirë, por po mendoja, po këtë sjelljen tënde kaq të bindur, a ke më të vërtet, apo e bën vetëm se të jap rrogën unë?" Ajo u skuq pak, e kapa në befasi. Fytyra I mori një fytyrë habije, po prap nuk dolin nga roli I saj. "Po çfarë thua shefi?" tha ajo, duke u ofruar pak rrotull banakut. "Ti e burr zotëri, ke hapur këtë vend, na mban me buk, si mos te kem respekt për ty. Unë të vlerësoj shumë, me tha ajo. I thash në radhët e parë, unë s'të mbaj me buk. Ti kryen punën dhe unë të paguaj. Kjo është një marrëdhënie pune. Por nëse ti thua që me vlerëson shumë, apo e keme të vërtet, apo ndoshta të pëlqehem", ja thash troç, dërsa ajo u ofrua fare pranë meje, për të më treguar që ishte në shërbimin tim. Ajo ngriti dorën dhe preku xhaketën time, sikur po me pastronte pak miell që me kishte rënë mbi xhaketë. Ishte pika kulminante e servelizmit të saj. Ishte aq afër sa I ndjeja edhe erën e çorbës që kishte bërë atë natë. Ishte një aromë e përzier me erza. E tani do të thoni ju çfarë ndodhi. Unë e kisha menduar ndryshe këtë punë. Doja t'i tregoja kush drejtonte, pa lëvizur asnjë gjesht. Unë zbrita nga karrigja e lartë, e ajo bëri edhe një hap me mbrapa. I futa të dyja duart e mia në xhepat e pantallonave të mia dhe nuk I nxora më që aty. Dhe ashtu me duart në xhepa, I ofrova me trup, duke e detyruar atë të ecte mbrapa derisa kurrizi I saj preku banakun e inoksit. Ajo po më shikonte e hutuar, nuk e priste këtë. "Do prisni ju që ta kapja me duar e t'i bëja ndonjë gjë, siç do bënte çdo kush në vendin tim. Por jo, unë I mbaja duart në xhepa, qëndroja drejt si padroni I atij vendit dhe fytyra ime ishte vetëm pak larg saj. Po pres, I thash. "Çfarë po pret shefi?" tha. I thash po pres sa bindur je ndaj shefit. Dua të di sa bindur je kur s'ka njerëz rreth rrotull. Ajo mbylli syt, unë ngrit pak në majat I gishtave, e unë thjesht ula kokën. Të dashur miq, ajo me puthi direkt në buzë. E unë, akoma me duar në xhepa, dhe s'kishte ndodhur akoma as një prekje me duar, e as një ngutje. Ishte një puthje ku ajo ishte përkulur dhe e mbështetur tek inoksi, ndërsa unë e kontrolloja të gjithë situatën vetëm duke e puthur me qetësinë më të madhe të një burri që I ka gjërat për trezi. Por në fillim puthja nisi si një test nga ana ime, për atë servilizmin e saj falco. Po sekond pas sekonde, loja ndryshoi. Edhe unë njëri jam, dhe ajo
ishte goxha grua. Ajo ngriti të dyja duart e saj, me kapi fort pas jakës së xhaketës sime dhe me ktheu puthjen me një vrull që nuk kishte asnjë lidhje me punën apo rrogën. Çdo gjë shpërtheu aty. Ishte një puthje e thellë dhe e nxehtë, me smeje, me duart në xhepa dhe asaj që më mbante shtrënguar prej rrobash në mes të asaj kuzhine pa njerëz. Puthja zgjati po disa minuta, jo me pak, por pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.